Transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre. Nga hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu i cili thotë ishëm me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam ka dalën prej xhamisë. Thotë Anasi në shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po thotë ishëm duke dalë prej xhamisë së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duke dalë prej xhamisë në çarsh të xhamisë tek një shtëp një njeri pa pret pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me vetë çka. Edhe kur u afrum afër tij dërguari sallallahu alaihi wasallam po i thot ky njeri ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, meta saa, kur është dita kiametit? Ai po pret me vetë. Tash sahabët rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po presin përgjigje së bashku me këtë njeri. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha: "Madha a'adatta laha?" Çka ke përgatitur për atë ditë? Çka është e jote? Ju kur komandon? Çka ke bëu gati? Thot Enesi, ke enë rregjule stakan, po thuaj se njëri u koqit, se ka pritë përgjigje. Ka pritë, mi thonë, ka mëndut masaj, në ishemja për mene, kështë më radhë, për nuk ka pritë, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam do t'ja këthëm pyetjen me pyetje. Për sahabët kanë qenë sinqert, kanë qenë thjesht, po sinqert kanë qenë. Ka thonë ja Rasulallah, wallahi, o i dërguari Allah, ma a'adatu laha kathira salatin wala siyam. Si unë bu gati për atit me në namaz, kush e di sot madhë, ose me ndonjë agjerim, kush e di sot, si unë bu gati qashë. Walakin uhibbu Allaha wa rasulahu. Mirëpone e du Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, anta ma'a man ahbabt, ti ke me kon ma ata qitan. Thot Enesi, hadith më të gëzuar për neve, mas islamit s'ka pasur. Edhe për e ka transmetu Enesi këtë hadith ka thonë, edhe unë e du Allahun, edhe pejgamberin, edhe du Abu Bekrin dhe Omerin. E edhe dëshmojmë se dojmë Allahun xhalla ula dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin dhe Omerin dhe shpresojmë që Allahu xhalla ula të na bashkon së bashku neve me të.